Në bibliotekën publike Marin Barleti u zhvillua promovimi i librit më të ri të studiuesit, poetit dhe pedagogut Vebi Miftari, Etnoletra Shqipe, një butim që sjell në vëmendje lidhjet e thella mes letërsisë dhe etnokulturës shqiptare. Vepra është rezultat i një pune kërkimore që ka zgjatur afro 9 vite, gjatë së cilës autori ka mbledhur materiale, ka analizuar teoritë bashkohore dhe ka eksploruar rolin e kujtesës në letërsinë shqipe. Libri është një përpjekje imja që të hap një drejtare të re në studimin letrar, pra në studimet mbi letërsinë, duke qenë se përbën një studim ndërdisiplinar, në të cilin përveç dijeve natyrisht teorike, ndërthuren edhe dije të tjera, para së gjithashtu ato filozofike, dijet sociologjike, kulturore e të tjera. Miftari i njohur për kontributin e tij në studimet letrare dhe kritike, aktualisht është pjesë e misionit politik të Republikës së Kosovës në Vatikan, gjë që i jep hulumtimit të tij një dimension të gjerë ndërkulturor dhe institucional. Vështirësitë janë të shumta, para së gjithashtu duke qenë që autori gjatë rrugtimit të tij, pra gjatë punës me librin ka shumë dilema, ka shumë amendësime, sepse ndonjëherë kur ju është vendosni letërsinë të zëmë ose e shihni në pikprekje me historinë, gjithmonë rrezikoni të ktheheni te ajo që Aristoteli e trajtonte në fillim, pra nëse letërsia dhe historia pikpreken, nëse letërsia dhe historia hyjnë në fushën, si themi, në terenin e njëra tjetrës, apo mbeten të pavarur. Promovimi i Etnoletra Shqipe u vlerësua si një moment i rëndësishëm për botën akademike, me përçmëri që libri të shndërrohet në një pikë referimi për albanologjinë edhe kritikët e sotëm letrar.